Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Pikërisht në këtë minutazh dua të ndaloj te Big Brother VIP Kosova, Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP. Ju e dini shumë bukur që përflitet në fakt lart edhe poshtë nga informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë që të tre formatet do të startojnë në afate kohore të njëjta. Do me thënë, u tha që Ferma VIP ka ndryshuar muaj, edhe pse startonte në muajin maj, tash pritet të starton në muajin tetor. Do me thënë, është një sfidë në fakt që unë e shoh mes Fermës dhe Big Brotherit, dhe që kur ka nisur Ferma VIP këtë herë nga producent dhe regjisor Eduard Grishaj, kam dhënë mendimin tim që Eduardi në një farë mënyre, përpos që është duke dhënë një spektakël dhe dëshiron të sjellë një spektakël, është duke shpallur edhe një luftë të klikimesh kundër drejt televizionit Top Channel dhe kundër drejt konkretisht Big Brotherit, pasi që kanë një histori të kaluar në këtë format. Pyetja më e madhe në fakt e publikut është kjo: Tiranë si mendon se do të jenë të pozicionuar primet, sepse në qoftë se Ferma starton në tetor ashtu siç ne kemi informacionin, dhe Bigu i Shqipërisë starton në dhjetor, që do të thënë kanë vetëm një muaj diferencë në mes, dhe Bigu i Kosovës starton në fund të tetorit, atëherë si do të jenë të radhitura primet? Do të thënë do të ketë konkurrencë shikimesh, nuk kupton që e hënë dhe e shtun do të jetë e parapame që t'jepet Ferma VIP, ndërsa e martë dhe e premte do t'jetë e parapame që t'jepet apo e diel dhe e premte, nëse bëhet, do të thënë do t'jetë e parapame që t'jepet Big Brother VIP Kosova. Do të thënë do të ketë ndërhyrje në prime në qoftë se bëhet në të njëjtën kohë dhe jepet në pikërisht në këto muaj. Unë mendoj që Big Brother VIP Kosova, Big Brother VIP Shqipëria dhe Ferma VIP, kjo treshe nuk është se kanë luftën mes njëri tjetrit. Do të thënë unë këtu shoh luftën mes Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP. Do të thënë unë këtu e shoh betejën dhe këtu e shoh luftën e madhe për klikime. Mund të ndodhë që të mos të ketë ndeshje, do me thënë të mërkur dhe të ndoshta dhe të marte mund të shkon Ferma VIP, kjo është thjesht si një mendësimi imi, për t'i lënë hapësirë të hënën dhe të shtunën Big Brotherit, por unë e shoh që Eduardi edhe këtë vit dëshiron që t'ja dëshmon Bigut që do t'jetë në një luftë. Kjo do t'jetë një luftë e madhe edhe për përzgjedhjen e banorëve të kastit, sepse tashmë Ferma VIP është pothuajse një imitim i Big Brotherit. Të gjitha sfidat, të gjitha dinamikat, të gjitha lojrat, mënyra e prime-it, mënyra e komentimeve të opinionistëve është pothuajse si Big Brother, dhe unë mendoj që do të ketë një luftë të madhe po këtë vit për të zgjedhur banorët e kastit, për të zgjedhur opinionistët dhe për të vendosur për ditën se kur do të transmetohet prime-i. Në qoftë se do të jetë e hënë dhe e premte, atëherë do të thënë është e dukshëm që do të bëhet lufta e madhe se kush do të ketë më së shumti klikime, apo e hënë e shtu, në qoftë se do të thënë bazohen në Big Brother VIP Albania, atëherë do të jetë lufta e madhe për klikime.